të dashur miq, mirë se erdhët. Vila nisi edhe për sot. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes dashur, jam shumë mirë sepse sot do gatuajmë për ditën e verës. Sa qef, kemi një fundjavë të bukur përpara. Patjetër, kështu që neve ju japim ide anvisave që sot dhe do të fillojmë me byrekun e kismetit, që bëhet me 12 jeshillëqe. Byreku e kismetit. Tani, labotë, spinaqe. Ky byreku? Shiko, nisë ditë e re, domethënë ditë e verës, është ajo që njerëzit gjallërohen, domethënë nis pranë verës. Po, është një lloj rilindjeje, siç quhet, ringjalljeje. Kështu që edhe në këtë rilindje shohim se madje te ky lloj byreku vendosin dhe lek kanila. Aha, po. Vendosin, dhe ne do ta vendosim, e kemi këtu, e kemi bërë gati, për të parë domethënë se kush do ta ketë kismetin e vitit. Aha, e kuptoj. Pra është ai byreku që bëhet me shumë, s'ka që e bëjmë me shumë kështu jeshillëqe. Pra 12 barishte jeshillëqe. Shiko tani, unë kam spinaq, kam labotë, kam këtë... Rëndësika të ketë pak nga secila, do me thënë. Pak nga secila, do me thënë presh, qep të njoma, ma di është mirë të bishtat e tyre do t'ishte më mirë. Këto, si tham, lakrinjat labotë, lakër të egër, si e thash këtë... Se i nga truam tani, lëpjet, lëpjet, hithra më duket se hithra pa tjetër përdoren, këto është qumushtor. Pra, gjejmë 12 lloj jeshillëqe, së bashku me erëzat, që është kopër, majdanos edhe nenergjik. Nenergjikun unë e kam kështu të thatë, faktikisht nuk gjeta për momentin, po sigurisht që kanë filluar edhe edhim dhe këto erëzat të brenda. Ka, tani ka në çdo stingjëra, po thuaj të jenë të stinës që të kenë atë lezetin e vet. Tani hedh edhe këtë nenergjikun, të cilën e kam të thatë dhe do ta thërmoj kështu. Dhe nëse nuk kanë, domethënë, në formë gjethëse, edhe kanë të thatë atë që kanë ruajtur, do me thënë që kanë thërmuar, s'ka problem, është e njëjta gjë. Pra, kemi hedhur këto, ndërkohë do të hedhim krip. Madje, mendoj unë t'i hedh edhe pak piper, nuk e di anvisat, nëse duan, t'i shtojnë, unë për veten time do t'i shtoj edhe pak lëng limoni. I shkon edhe jeshillëqeve, dhe merr një tjetër shije, dhe këtu do të shtoj akoma edhe 2 lugë oriz, të cilin e kam të larë. Në disa zona, do me thënë, e hedhin, disa nuk e përdorin, kjo varet, nuk ka asnjë problem, se cili mund të bëj ashtu si e di, por që është më mirë oriz, se sa mund t'i shtojmë në një dorë miell. Me qëllim që të mblidhen këto. Edhe këtu do të shtojmë edhe vaj, prit hedhim dhe vaj një herë, edhe 2 pet poshtë, 2 pet lartë, edhe kjo vendosen bushja në mes, në qendër. Po. Unë nuk i shtridhë spinaqet i të hedha të lëngun e parë, do me thëmë poshtë, por i dua kështu, si që janë. Edhe orizi është ai, pastaj që ndihmon që këto zbuten, edhe ruajnë këtë. Madje kam gjetë dhe spinaq të mirë nga fshati. Ashtu, Po, e shikon është i vogël, spinaq i vogël dhe është shumë i mirë. Edhe këto pak lakrinja të tjera kam marë, por më shumë kam këtë spinaqin, se më pëlqeu ishte kështu i vogël. Edhe spinaq baçeje. Po, ai spinaqi baby që mund të përdoret shumë dhe për sallata. Dhe për sallata, po ishte mirë them spinaq fshati. Kjo më pëlqeu më shumë. Tani, këtu unë kam vendosur... Sa pet kemi? Shiko, kam bërë, do me thënë, 8 me nga 2 për çdo shtret. Do me thënë, 2 bashkë, që do të thotë tu. 8 në total? Po, 8 në total. I kam bërë 2 nga 2. Kem shtruar një dyshe këtu, do t'i hedh pak vaj. I spërkati mirë, do me thënë, në të gjitha, se tani lakra dhe vaj kemi këtu. S'kemi ndonjë gjë tjetër, kështu që se ku e kisha të furqen, po s'ka gjë. Nuk ka problem. Edhe po se kemi, shiko si janë këto petët më janila, unë kështu i hapa pak. Me mjellin për çdo përdorim, besoj kemi bërë, po. E mirë, këto nuk e di, kaq shumë ndihmojnë që edhe, veç se është mirë që ta lëm në bëme nga këto erëzat. Ta lëm një çik të qëndroj, brumi, dhe pastaj hapen vetë këto. E qartë, po. Nuk ka nevojë që t'i hapni juve, hapen vetë. Edhe shiko si qëndrojnë. Na u bën me erëza. S'ka gjë, nga majda... Nuk ka gjë. Nga ajo në heqiku. A që erëza ka në të brënda, sa... Ashtu. Edhim dhe këtë vaj. Edhim dhe këto jeshillëqet. Do ta ulin vetë vëllimin gjatë pjekjes. Hidhini kështu, mua më pëlqen dhe provojeni dhe juve, sepse vërtet do të bëhet shumë i mirë edhe shumë i shishëm. Kemi pak si më tepër faktikisht, por ato zbuten edhe nuk
Ullet, me njëherë furra është e ngrohur. Fura është e ngrohur, por duhet të thonim edhe për pjesën. Anila, ti kam 250 gram gjalp, të lutem mund të ma hedhësh te tenxheria, se do themi përse kemi atë gjalpin, te kjo tenxheria. 250 gram gjalp, na duhen të freskët. Për recetën tjetër, besoj. Po, për recetën tjetër. Kemi dhe 100 lekë këtu. Edhe atë po të që mos të përbërësit. Mos të harrojmë. Tani, unë do të pres kështu me këtë, të pjesën e petës. Ne do të bëjmë me... Ndjes, për zërin, do të bëjmë me lekë sot? Do të bëjmë me lekë, po. Do të bëjmë me lekë dhe do të presim në kaq sa jemi këtu. Tani, këto petët, s'kan dalë shumë neve, se aq që i kisha unë. Këto i hedhim gjithmonë në mes, në qendër. Bëjmë kështu shirita, sepse anët kanë, do me thënë janë pak më të plota. Këtu qendra është gjithmonë më e hollë, kështu që i presim dhe i vendosim në qendër këto pjesët. Në këtë mënyrë. I hapim pakës. Me që nëse unë blok, po e heq fare, nuk e vendos fare. Një heshtje. Heshtje, me shumë vëmendje po të shohim. Tani, hapim edhe dyshen tjetër. Kemi kujdes pjesë të anëve. Prandaj dhe i heqim atë pjesën e anës, me qëllim që këto mbajnë atë trashësinë sa duhet, dhe i vendosim në qendër që nuk do t'i kemi kaq të plota petët. Përsëri me vaj, po më bëjt paktën atë lekun. Jo, do të shkri. Është shkrire, do më të... Në rregull, jo, është tamam ashtu siç duhet. Hiqi Anila, të lutem. Vesh se lekun ma bëj gati të lutem, e kam larë unë, po thjesht ta mbështjellësh me atë letrën, që ta vendosim, sepse harruam fare ta vendosim. Vendosim atë dhe pastaj që ku harrojmë në një gjë kështu. Më duket se edhe në vit të ri e harruam lekun? Apo jo? Jo, e vunë, vendosëm. Sa thonë nuk e vendosin në vit të ri, po mirë më shiko, e kemi thënë dhe e themi gjithmonë. Si pas vëndit dhe ku vëndit. E mbështjellim me një letër kështu, që sdo që tjetë jemi pak të kujdesshëm me... Si imagjinoj në sa duar kaloj lekë. Kati që është një ndër... Vendose s'ka nevojë, Anileja, vendose këtu neve nuk... Në cepe? E po ashtu, po do e presim shumë të rekëndë që mos ta kapi thika. Hajde, vendose. E vendosa. Në rregull, as dim se ku do jetë. Hiqe këtë fije në kopër, sa jo në tregon ku. Jo, se do vendosim tjetrën. Do vendosim petën tjetër. Po mundohesh atë kapja një gjurmë. Jo, se kap do të gjurmë, sepse as e di fare se ku do të vejë. Kati është shumë diskrete. Ashtu, tani, ja, vendosim edhe këtë tjetrën. E po mirë, tani ky mielli të bën që të hapësh petë pa ollaji. Ta. Mirë shumë është në fakt. Tani? Do e presim apo do e lëmë që të mbuluar? Presim. Unë them ta bëjmë një qik, me qënë se është me lakra dhe që të avulloj, do me thënë, do të bëjmë një prerje, por fillimisht le ta bëjmë qik spërkatje. Pjekja? Me vaj. Si qitë byreqet e tjera në 180-200 gradë dhe lëmë 20 minuta të ta shikojmë. 20-25. Ndërkohë që ka t'jes spërkat me vaj, ne shojmë bashkë recetat. Recetat për sot, cilët janë përbërësit që na duhen për të përgatuar. Lakror i ditës së verës. Na duhen 800 gram lakra të egra, 2 lugë gjelle oriz, 400 gram miell, një seshte për hapjen e petëve, 1 filxhan çaj vaj dhe krip. Është i thjesht, shumë i shishëm dhe identifikon gjithashtu edhe stinën e pranverës dhe ditën e verës që kemi këtë fundjavë. Do të bëjmë sot dhe ja ku e zbuluam balloku me Elbasane. Në duhet 1 kilogram miell mistri, mielli i mistrit i verdhi besoj,
I verdhi, bardhë. E i verdhi i bën më të verdha. Mendoj që atë do të Unë zgjidhja atë të unë, por para ju mund i të bëra me zgjidhni të këtë bardha doni. dhe do bëj të dytat me të verdh. Shumë mirë. Oke, rëndësi ka të jetë mielli Ola nga kompania Atlas. 500 gram gjalp, 900 gram deri në 1 kilogram sheqer, 7-8 kokra vez o vital dhe 1 filxhan kafeje finj ose qumësht. Ne e tham edhe dje më duket, çfarë është finja, besoj e dini. E kemi edhe sot, këtu të tregojmë tamam fiksa ashtu si ç'është. Pra është hiri, kryesisht nga furat e drurit, pra nga druri i djegur. Për 2 minuta, kështu do me thënë, valoj 2 minutë. E heqim, e vendosim në njën, ai qëndron, kullon dhe marrim atë ujin pra ka ne do lartë. përdorim ujin e pastër sipër. Unë e tunda pak, po ta lë me njëherë fillon edhe bie përsëri. Ska që se kam hequr E shoh që Kati ka hequr vesh dhe një tas të vogël. Ky është byreku i kismetit, e kemi neve dhe në sa pjesëtar jemi këtu në familjen tonë, dhe kemi gati për të vendosur në furrë, tham në 180 gradë, 180 është më mirë për të pjekur byreqet dhe do të lëmë 20-25 minuta dhe ta kemi gati. E vendosim atëre në furrë dhe rikthehemi për recetën e radhës. Recetën e radhës do ta nisim me njëherë. Tani byrekun e vendosëm, i bërë thjesht, aq mirë bëhet dhe aq shishëm, sa që shumë i mirë. Dhe tani me këto lakrat e pranverës, Anila, është një ndër stinat më të bukura për të shijuar gatime, si në fruta, si në perime, këto jeshillojqet janë në lule, janë në kohë të shkurtër se pak japë zjastin. Filloj pranvera, na duhen lulet. Sa bukura janë, ja kështu, sa gjëra të voskla të sa ecim në për rrugë, sa lezeti shtojnë ambienti tonë të shtëpisë. Pranvera është shumë e bukur, është periudha e rilindjes së gjithçkaje, edhe në humor njerëzit janë më mirë, ke vënë? Ndroj gjaku, Anila. Ndroj gjaku, po. Vim nga një periudhë dimri, e mbyllur, e ftohtë, edhe në ushqime kemi qenë dedikuar nevojave që kemi për energji. Dhe tani përgatitemi për verën, kështu që fillojmë të konsumojmë ushqime. Tani do të nisim me ballokumet. Shumë mirë. Që t'i vëm përpara. Unë nuk kam përgatitur asnjëherë ballokume vetë. Ja shumë të thjeshta për të bërë, do me thënë në mënyrën tonë, se zonja nuk ishte e thjesht për të bërë ballokumet, Anila. Ka qenë, si thuash, një punë e madhe që angazhoheshin një familje. Se do të thotë, ato kishin enë bakri, të cilën atë dhe me luk druri, nuk bëhen me qelqe dhe me rafsen elektrike, që themi t'jemi tamam, do me thënë ashtu, originalet kanë qenë ashtu. Edhe i mernin, madje e uleshin, se kishin kështu si... Në dysheme, po. Jo në dysheme, kishin ato se si qilte. Qiltet, po. Që uleshin edhe i mernin dhe i vënin për para. Dhe? Edhe punoni. Sekreti këtu ishte që duhet punuar vetëm nga një drejtim. Ashtu, a? Po, kështu duhet punuar vetëm në një drejtim, vetëm ashtu. Edhe sa, do me thënë, gjalpi riste zbardhe, do me thënë, dhe riste volumin. Gjalpin e vendosin fillimisht që të ngrojt, ishte i vakët, jo shumë i djegur. Hedhim atë, Anila, besi ta kullojmë, po. Ta kullojmë. Atere, Kati ka bërë disa ballokume këtu. Ato se nëzitoja se duhet i vendos dhe në furrë. Të cilat do t'i vendosim për t'i pjekur? Po do t'i them edhe për atë se ka dhe ju një sekret. Pse këto janë ndryshe nga kjo që do bëjmë tani? Jo, nuk janë ndryshe, thjesht mielin do ndryshoj unë, por duhet të them këtoj që kur i vendosim në furrë, vendosim furrën në fillim fare në 170 gradë, pastaj do t'a ulim në temperaturën 150 gradë, për ta kur vendosim ballokumet brenda, thjesht merr atë temperaturën soba, e ulim në 150 gradë, ka do më thënë mënyra të ndryshme të pjekës, sa e vendosim në 120 gradë. Por mendoj se 150 gradë për llojin e këtyre duhet të jetë mirë për t'i pjekur. Dhe pastaj i lëjmë për 30 minuta, 35 varet. Do t'i shikojmë, do me thënë, edhe nga ngjyra që marrim. Duke i kontrolluar në fakt, që mos na sepse ndryshe janë këto sot në ditët e sotme. Atëherë leta ndrojmë edhe temperaturën. Recetën ja u treguam pak më herët, përbërësit ju i pat, gramaturat për katës e të secilës e pat, ballokumet që vendosëm në furrë, Kati i ka bërë me mielin e misrit të bardhë. Tani do t'i bëjmë me të verdhë, kështu që unë po marr një paketim këtu të Olës, të miellit, të mistrit, të verdhë, do të dalin më të verdha, sepse janë do të shohim pak, mielli i mistrit kemi thënë që ka ca karakteristika të veta të rëndësishme për të identifikuar që është i freskët, edhe cilësor,
Së pari është paketimi, gjëja e parë, ndaj kompania Atlas vjen me këtë paketimin kështu, ju e dalloni që nuk është prej letre, që do të thotë ruan dritën, lagështirën, temperaturën, i ruan nga insektet gjithashtu. Dhe ndërkohë, ja u tregoj pak edhe nga brenda, sepse nuk duhet të ketë ngjyra, pra të shikoni që ka pulla në për të, jo, duhet jetë kështu i pastër, është i shkrifët, me njëherë, pra nuk krijon asnjë lloj kokrize, ka aromën e vet, që është përsëri një tregues i një produkti cilësor. Kështu që ne me këto do t'i bëjmë dhe ju do të shihni edhe sa të bukura do dalin, sepse ngjyrën nuk do ta marrin vetëm nga mielli, por edhe nga vezët. Do të na duan 7-8 kokra vezë për ballokumet tona. Kështu që, cilat janë vezët që ne përdorim, ju e dini tashmë që janë vezët of Italia. Me këto paketimin këtu kryeni punë dhe bëni ballokumet tuaja të fundjavës për t'i shpërndarë tek familjarët tuaj, tek miqt, po pse jo për t'i konsumuar edhe në familjen tuaj. Pulat of Italia të llojit të veçantë Lohman të racës austro-hungareze prodhojnë shumë vezë të shumëllojshme. Implementimi i teknologjisë gjermane siguron që pulat të rritet dhe të zhvillohen në ambiente të hapura. Ushqimi i pulave është i pasuruar me vitamin E, D, minerale dhe kalcium. Dhe me këtë informacion është koha që ne të shkojmë në publicitet. Kur të kthehemi, do të përkushtohemi totalisht të ballokumja. Sigurisht, por do t'ju them të dashur Anvisa, ne do të fillojmë me gjalpin edhe me sheqerin që të fillojmë përzierjen, që kur të jemi këtu të fillojmë atë procedurën tjetër, se do një kohë zgjatë rreth 15 minuta. Okej, bukuri. Që do ta fillojmë. Jo, më mirë që e bëjmë në pushim, që edhe juve të mos ju bezdisni me zhurmën e rrahjes së gjalpit. Dhe do themi gjërat e tjera më mbrapa. Kur të vim kemi gjëra të tjera për të sjellë tek ju, mos u largoni, ju presim në kuzhinë.